A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falëndërimi takon Zotit, paqja qoftë mbi të dërguarin e tij të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë të bekuar. Si të jemi të suksesshëm pranë përhapjen e Islamit, sigurisht se të përhapësh të vërtetën është një mision, nuk është thjesht pra një detyrë thjesht pra, sepse është përpjekje, është amanet nga Zoti, ky amanet i cili ju ka besu njeriu që ta përhap të vërtetën, sepse Kurani është fjala e Zotit, është e vërteta. Dhe kur ju e përhapni të vërtetën, e bëni jetën më të mirë tek njerëzit, dhe këtë e kemi një shembull, por këtu e kemi një shembullin më të mirë e kemi dërgumin ton Muhammed alayhi salatu wassalam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanat, pra ju keni shembullin më të mirë kënd të dërguarin tuaj Muhammedin alayhi salatu wassalam, me sjelljen e tij, me moralin e tij, me sinqeritetin e tij. Kur njerëzit shohin sjellje të bukur, ndeshmëri, butësi dhe drejtësi tek një musliman, ata ndihen të tërhequr. Të pasqyrosh pra vlerat e Islamit dhe davës në aspektin praktik, jo thjesht në aspektin teorik, pra jo thjesht me mësime, por edhe me veprime dhe veprime. Pra, nëse Zoti thot sillu mirë, pra Allah dhe i dërguarit i na mësojnë që të sillemi mirë, do të thot ti përshëndesim njerëzit, ti urojmë, ti inkurajojmë, të shpërndajmë pozitivitet tek masa dhe njerëzit në tërësi. Po ashtu të kemi dituri, atë çka e njohim dhe çka e dim ta njohim mirë dhe ta shpërndajmë atë edhe me të tjerët. Transmetoni pime qoftë dhe një ajet kuranor, thot Muhamedi alayhi salatu wassalam. Po ashtu një ajet kuranor në surën Nahl, pra ajeti 125, tregon se duhet thrasim me urtësi. Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanat. Thirr rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe këshill të mirë. Hasanat pra me mirësi, me bamirësi, jo me fyrje, jo me dhunë, jo me imponim. La ikraha fi din. Në Islamin tonë të bukur s'ka imponim. Është e sqaruar vërteta nga e kota. Ajo çka arrihet me butësi dhe urtësi asnjëherë nuk mund të arrihet me forcë, thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, i dërguari i Zotit. Urtësia bën mesazhin të depërtoj në zemrat e njerëzve, dhe padyshim që ne kur e përhapim mesazhin të thjesht, pozitiv dhe të bukur, kështu pra ne transmetojmë mirësi tek të tjerët, dhe padyshim kur transmetojmë mirësi tek të tjerët, e ofrojmë pra, ajo fillon tek hapi i parë që është buzëqeshja, pra që është sadaka, është sikur me dhënë dhurat, pra buzëqeshja në fytyrën e besimtarit është mirësi, është sadaka. Përhapja e Islamit pra është një detyrë e shenjtë që kërkon përkushtim, dije, moral të lartë. Nëse secili prej nesh fillon me vetveten dhe ndihmon të tjerët me urtësi dhe dashuri, atëherë ne do të jemi shkak që drita e Islamit të përhapet gjithnjë e më shumë. Pra, të bëhemi ashtu siç ishin në gjeneratat e kaluara, që kishin një mirësjellje, që kishin një kod etik, që ishin të dashur, të afrueshëm, të komunikueshëm me njerëzit. Pra, ata i afronin njerëzit, nuk i largonin njerëzit, ata nuk i poshtronin njerëzit, por i nderonin njerëzit. Inna akramakum indallahi atqakum, thot Zoti në Kur'an. Më i nderuari ndër ju është ai që është më i devotshëm. Devotshmëri do të thot përkushtim, devocion, përpikmëri, pedantëri, njerëzillek, pra të dish t'i afrosh njerëzit dhe jo t'i largosh ata. Në lidhje me këtë është një ajet kuranor që na tregon mjaft bukur, fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yulinun. Ti a do të çmendesh o Muhammed pse ata njerëzit nuk i besojnë këtij ligjërimi Kur'anit, pra jo ti ashtu ju komunikosh njerëzve, e jo t'u imponosh atyre, dhe ky komunikim urtakësh me butësi dhe pedanteri dhe sjellje të mirë ndikon që njerëzit ta kuptojnë më mirë të vërtetën, ta njohin më mirë të vërtetën, dhe t'ju vijë ky lajm i mirë, që është Kur'ani famlar, që është kelamullah, që është muxhizë, është mrekulli.
Pastaj gjatë thirrjes do ketë edhe akuza, do ketë edhe shpifje, do ketë edhe denigrime, edhe gjëra të ndryshme, mirë po kur ju jeni në të vërtetën duhet të qëndroni statik, stoik, të qëndrueshëm dhe të palëkunshëm në të vërtetën. Zoti Madhreshëm lidhe me këtë çështje thot fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yulinun, të mos brengosin fjalët e tyre se ata çka flasin, prandaj sepse Zoti e din çka flasin ata dhe çka mojnë në thellësitë e zemrave të tyre. E jotja është t'ua komunikosh të mirën, t'ua mësosh atë dhe të jesh bashkëveprues në punë të mira. Ju jeni umeti më i mirë që thrisni në të mirën, në të vërtetën dhe jeni prej atyre që veproni atë vërtet dhe që besoni Zotin dhe që qëndroni fuqimisht në atë besim. A menduan ata që thanë besuan e nuk do të sprovohen? Kella, kurse se pra, sigurisht që do sprovohen, mirë po, aty ku është vështirësia më e madhe, aty do të jetë me lejen e Zotit edhe lehtësimi më i madh. Sepse vërtet pas vështirësisë vjen lehtësimi. Prandaj Zoti ka lënë lehtësime të mëdha tek njerëzit, që këta njerëz pra të punojnë dhe të ecin në siratal mustaqim, në rrugën e drejtë, në rrugën e të nderuarve, atyre që punojnë me ndershmëri, punojnë me mirësi dhe bëjnë punë çka Zoti është i kënaqur me ta. Prandaj, në thirrjen islame që të keni sukses, du të keni urtësi, du të keni butësi, du të keni sjellje të mirë, du të mateni kur flisni, du të gjeni momentin e duhur kur flisni, folurit e duhur në momentin e duhur, në kohën e përshtatshme. Të mundoni mos t'i lëndoni pra zemrat e njerëzve, por t'i qetësoni me fjalën e Krijuesit, t'i afroni ata dhe t'i bëni që të jenë të dashur me njëri tjetrin. Prandaj, kështu do të fitoni ridwan Allah, kënaqësinë e Allahut. Pra fjalët e tua të jenë të komponuara dhe të kompozuara dhe të dizajnuara dhe të brenduara nga dhikri, përmendja e Zotit. Sepse gjuha e dhikrit është gjuhë e urtagëve, është gjuhë e fshërimave dhe frymëzimeve të bukura, pasionante. Lusim Zotin e Madhreshëm që të na bëjë prej atyre që thrasin me urtësi edhe me sjelljet tona, pra ne ndikojmë që të dhurojmë dritë dhe mirësi e paqe mes njerëzve. Selam aleikum.